Vetëm një prej vatrave të zjarrit ka mbetur pashuar në kodrat e fshatit Pilur të Himarës. Forcat zjarfikse po punojnë për fikjen e flakëve. Por zjarri, sipas përgjegjësit të emergjencave civile në Vlorë, nuk paraqet rrezik për banesat. Kjo nuk paraqet rrezikshmëri. Në zonën që është kjo vatër zjarri afër nuk ka as banesa, as biznese, as stane, nuk ka. Por problemi është që sot për shkak të dhe që vatra e zjarrit nuk është masive, kjo po monitorohet dhe po shuhet vetëm nga efektivët e MZZH-së Bashkisë Himar, me mjetet dhe me stafin e tyre. Ndërsa flakët po vihen në kontroll, ka nisur edhe bilanci i dëmeve të shkaktuara prej tyre. Rreth 650 hektar kullota dhe bimësi deri tani rezultojnë të djegura. Kjo sipërfaqe kryesisht është kullot, shkure dhe përshkrim pylli-lis. Prej ditësh, zjarfikës dhe forcat e ushtrisë po luftojnë me flakët në këtë zonë, nga toka dhe ajri. Për shkak të erës, zjarri rrezikonte të përfshinte dhe kodrat e Qeparojit dhe Porto Palermos.